ka thonë babë më kopi zemra, me ma bo shqiptarët e mi kështu, vendlindja e me vlazet e mi, s'di shka me bon këtë vend. Marja Zotit. E të mërshme. Marja Zotit. E të mërshme. Ramis. Po me qepre o po qëfar shpirti. Pate se që i së hatë. E shtime me nuk që për të me vetë e burë. E desh jaknin dhe ja pa ti thmift vogël se ftoft lëndër. Ma pra burë. Për bezotit. O ty edhe rakipit mazit të mjë bo. Se shirë jove kanë shato. Shirë jove kanë shirë jëtë. Ju i këti edhe rakipit keni fajt pëse u shaj. Shqyqër që nuk lujme kuna i Shqipnis. Se na bom horë dhe me Shqipni. Në dromi gjytë shrishe litarët e Shqipnis. A gjyë se në të Kosovës atë. Se ne nuk dim pëse shkojmë fush. Mencia Filikoqe të jo me di dino. Me si thëmë për tonë, për një pjesëm... Ramis, a ka pos mundësi mu evitu kjo? Mos shëndrohet në një skandal i madhë, si që është bë atë natë, po të mbetet vetë si rasti izolume dhe individual. 2-3 veta e kam bo, një herë edhe qaq. A është ka mujtë mu evitu kjo, edhe qëfar njëre, edhe prej kujtë? E para, a i ke po kur ko na i sen bukur, na i koreografia, na i sen që i delë shumë e mirë, e ke po që shmojnë të vërshojnë televizora i lulli me ata asirin e vetë. Nuk lo ko studio televiziv. Ko gjëmëti nuk ka pos aso koreografi për... Bravo, tash, momentin kur nuk ka performancat mira, kur s'ka organizim të mirë në ndeshjes, kur nuk ka rezultat të mirë në fush, se ma ki qka dina mu më shef mas të rezultatë dhe shëqyri kem. A bëde që mi mlu krejt këshijat, a ka mujtë mu i vitu. Po të kish tifo grupi Dardanet forcë, po të kish forcë, edhe të kish tru, e mos të kish menci Filikoqe, e ish dalë, kish bo thirje për me enal, dhe mungesa e këti apeli, edhe te, se kjo është e orkestrune, futbolli, u lujtë në Fadil Vukër, ka pos një asifar që e kop mikrofonin, kalzë kush për nruhet, kur për jep gullë, kush për jep, që që thujnë ati gazetar, e koj farulli aj me mikrofon, edhe kush shqiptar, bravo. Me pas tifo grup të organizune, me pas lider ty një shku të qaj, kështo, nëzët një haj. Apo ma jep mu, nëse zgudzëm i thonë dy fjoli, i thamë mënë. Edhe apeloj që të ndalojt fishlima, sepse i mpionti sportiv Fadil Vukri nuk u ven ku duhet njerëzët. A ka pos njerëz stadion me atë fuqi? Po, absolutisht po. E ke po që shkën e për me morë vëmendje, kapi i gjuhet në qofë granitit, këshon e joj ata. Ati janë filma. Mas në gjarje. Ma dje thë që se lo me... Këtu të na duhet më tutë që këtu sunë me thonë as me recept kur gjë, në këtë studio, as nuk flasëm për hatër të kërkujnë këtë studio, as nuk flasëm për inotit të kërkujnë këtë studio. As ja bojmë qefin kujtë? As ja bojmë qefit, na thojmë menimin e realitetin që shëshuëm fakt që shë. Nëse ka shqiptarë që me në me tru, jo me mëndësi Filikoqe, e që i ma argumentën, pse duhet me i fishlu Granit Gjakës, unë kam jadho dorën në kunë stadion nuk i. A mo që ma argumentën, as studios del, po s'ka asi. E sa stavile që u dek, që u koma i meshmi, kanë dë një gjonë e bine e te pusht, let vjellet në kalëzën, pse duhet me një shqiptare... Pëlqenë shembuj që i hi, se